hoxh, këta çka pe kundërshtojnë fenë, a do t'i shohim në ahiret si do të dënohen? Nëse nuk besojnë, nëse nuk reflektojnë, nuk ndryshojnë, nëse nuk besojnë Allahun e lartësuar, nuk adhurojnë Zotin e gjithësisë një të vetëm, nëse nuk besojnë dhe nuk pasojnë profetin alayhis salam, do të përjetojnë një dënim të kopshëm ditën e gjykimit, Zoti na ruaj. Ndërsa besimtarët, të cilët do të jenë mirësi të mëdha në xhennet, do të kenë mundësi ta shohin dënimin që po përjetojnë banorët e zjarrit të xhehenemit. Allahu i lartësuar në surën As-Saffat, kur tregon për mirësitë që do të përjetojnë xhennetlit, banorët e xhennetit, tregon për njërin prej banorëve të xhennetit i cili thotë: قال قائل منهم إنه كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم. Allahu na ruaj prej zjarrit të xhehenemit. Zoti na bëf prej atyre që i binden Allahut të lartësuar, e adhurojnë të madhin Zot dhe besojnë e pasojnë profetin alayhis salatu wassalam.